Në fshatin Vajz në lagjen Sheraj në vendin e njohur si Beun, është konstatuar një rëshitje masive e tokës, e cila po avancon drejt 3 banesave, aktualisht të pabanueshme. Sipas informacioneve zyrtare, situata po mbahet në mbikëqyrje të vazhdueshme nga shërbimet përkatëse, ndërsa terreni paraqitet i paqëndrueshëm dhe me rrezik të shtuar për zgjerim të rëshitjes, veçanërisht në rast të rëshitjeve të mëtejshme. Fatmirësisht nuk raportohet për banor në rrezik të drejtpërdrejtë, pasi objektet e prekura janë të pabanuara, por autoritetet po monitorojnë nga afër zhvillimin e situatës për të ndërhyrë në kohë nëse rreziku përhapet. Ndërkaq Bashkia e Selenicës vijon punën për hapjen e rrugës alternative të fshatit Bashaj. Pavarësisht vështirësive të krijuara nga bllokimi i rrugës për shkak të motit të keq, Bashkia Selenicë ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar funksionim normal të shërbimeve jetike. Kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, thotë se shkolla dhe qendra shëndetësore në zonë janë të hapura dhe në funksion të plot, duke siguruar vazhdimsinë e edukimit dhe kujdesit shëndetësor për banorët, fal angazhimit të stafit dhe mbështetjes së strukturave të forcave të armatosura. Po bëhet gjithçka për të përballuar situatën dhe për të qenë pranë komunitetit në çdo moment, shprehet kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj.